Kosova ndodhet në një ngërç politik të thellë pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit 2025. Lëvizja vetëvendosje e Albin Kurtit ndon se doli forca e parë me rreth 41% votave dhe 48 mandate, nuk arriti të sigurojë shumicën e nevojshme për të formuar qeverinë e re. Opozita përfshirë Partinë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjen Demokratike ka refuzuar çdo bashkëpunim me Kurtin duke e lënë vendin në një situatë të pasigurt institucionale. Ky bllokim ka shkaktuar një krizë kushtetuese pasi qeveria në detyrë nuk ka dhënë ndërheqje ndërsa vetëvendosja nuk ka arritur të sigurojë mbështetjen për të formuar kabinetin e ri. Presidenti Vjosa Osmani ka thirrur seancën konstituive të Kuvendit për 15 prillin, por pa një marrëveshje politike, rreziku i zgjedhjeve të reja është i lartë. Qasja e diplomacisë perëndimore, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shprehur shqetësim për situatën politike në Kosovë. BE ka kritikuar polarizimin e debatit politik dhe ka kërkuar formimin e një qeverie funksionale që të rifillojë dialogun me Serbinë dhe të zbatojë marrëveshjet e arritura përfshirë krijimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Nga ana tjetër, SBA ka ngritur shqetësime për qasjen e Kurtit ndaj Serbisë dhe ka kërkuar një angazhim më konstruktiv në dialogun e ndërmjetësuar nga BE. Ish emisari amerikan Richard Grenell ka kritikuar Kurtin për mungesë të besueshmërisë dhe ka paralajmëruar për pasoja nëse nuk ka përparim në procesin e normalizimit. Kosova ndodhet në një moment kritik ku mungesa e një qeverie funksionale rrezikon jo vetëm stabilitetin e brendshëm, por edhe marrëdhëniet me aleatët perëndimor. Vetëvendosja duhet të reflektojë mbi qasjen e saj politike dhe të kërkojë kompromise për të dalë nga kriza aktuale. Në të kundërt, vendi mund të përballet me izolim ndërkombëtar dhe stagnacion në proceset integruese.